Star Plus ka trajtuar disa herë problematikën e ndotjes së mjedisit si shkak i depozitimit të mbetjeve inerte dhe urbane në zona të ndryshme të qytetit. Në një prej pikave që së fundmi po përdoret për depozitimin e mbetjeve pranë urës së fshatit Bardhaj, banorët kërkojnë që të ndërhyjet sa më parë nga Bashkia e Shkodër, pasi ky fenomen do të dëmtojë argjinaturën e lumit Kir, por edhe do të shtojë ndotjen në zonën e banuar. Bashkia ka bërë një punë shumë të mirë që ka mbrojt përmes me hy lumi, me degradu tokat dhe me degradu pronët e fshatit, e ka bën punën e mirë bashkia. Mirë po, ajo do të me disiplinu këto gropa që i menoj njerëzit me i mush me metrina, bashkia do të me menu me i mush vetë, edhe me i bën me zhavore, me gjana, me standarde, me materialet e nevojshme, jo kështu se kjo nuk është zgjidhje. Këto ne menojnë se këto janë gropa që mund të mushen me metrina dhe mund të vazhdojnë gjatë kështu. Kjo nuk është zgjidhje, për menimin tim. Len me hill me të rinjë këto, ku duhet ma kesë. Bashkia duhet nërhynë. Jo tash para zgjedhjeve, mas zgjedhjeve, se për para dim se si nërhynë e se si i bajnë të tanë bunë. Hajde në kanë qesin për ashtë e kushpisë më në bia. Për sa më duktë. Këtë bëjë hillin. I bjenë me makina për ashtu. Ata kërkojnë që personat përgjegjës të ndëshkohen me gjoba. Po së vun gjobat, në tonë botën nuk funksionojnë gjanat. Po së vun ligji, po së funksionojnë shteti, në tonë botën nuk funksionojnë gjanat. Se nuk janë njerëzit më të mirë në Itali, as në Gjermani, as kërkon tjetër, por atje ka regula që po shkele ligjin penalizohesh. Këtu shkel ligjin vë nuk penalizohesh. Po ajo është tërë për më shpenu gjobën, që ose jam unë vetë, unë në rast se kam makine, vi hedhi me tonina këtu, është edhe me mua gjobë. Jo për këta, si i hedhin këtu, si i hedhin natën ndoshta, nuk e hedhin ditën. Është drejt, bashkia me ban këtë punë. Pavarësisht se institucionet kanë lajmëruar shtim të masave ndëshkuese për të gjithë personat që shkaktojnë ndotjet mjedisit, duket se këto masa nuk po japin rezultatet e duhura.